Për 3 muaj ishin në shtëpitë e krejt shqiptarëve 24/7. Aty morën dashurinë e publikut që vetëm se shkon duke u shtuar nga dita në ditë, paralelisht me suksesin. Sot, në një ditë të veçantë feste, Adri dhe Iliriana hapin dyert të shtëpisë së tyre të re në Ferizaj për gjithçka nga ta. Nuk po themi gjë më shumë, po trokasim direkt në derë. Përshëndetje për Hajbajrami. Hajde nuse, sa në ardhë musafir. Përshëndetje. Mirë se u gjetëm për Hajbajrami. Ju edhe ke qiptarë, faleminderit që po na mirëpritni me një ditë feste në shtëpinë ju i tre, kështu që për hajre dhe shtëpia. Faleminderit shumë. Mirë se veni. Mirë se u gjetëm. Jam shumë kurioz, para se mu nal me bo muhabetin, me hongër pak bakllavë, që shëdën rani. Në bu një gjirë në për shpi, se Adri thejke kam shumë punë, po sa për shohën e gjithçka i pas një qitë në vi. Shumë isë në punë i pas një kry. E vërtet, kuve të fundit. 70% i kina kry. Kuve të fundit veç me shpinë ato mo. Prej naltit. Po shkojmë prej naltit poshtë. Po shkojmë janë fillim nalt, pastaj poshtë. Hajde. Kjo dhomë ala nuk është rregullume, kjo dhomë është e musafirve. Kur dhe shqipja. Kjo ka dhoma e shqipës e gjenjetës e kushdo që vjen kësajde. Pa diskutim edhe Vesës dhe Miresës. Famshme. Dhoma e famshme, Ilirian kushdo që ka përcjell në rrjetet sociale e kanë pëlqyer shumë që ka pëlqyer shumë edhe kanë pas një dëshirë me ditë qa është puna që asaj pasqyri, se për një është të veçantë edhe mduket ka marrë koha? Ka marrë koha edhe pasqyria edhe qaja drita aty, do më thonë ajo vojza kiti ka punu vetë, unë e kumë përësit taman si Pinterest ma ka bo, edhe kjo pjesa këto, do më thonë është komplet qysh kumë doshtën e me bo, edhe shumë njerëzve ju ka pëlqy. Po, kej ka dizajnu krejt e mërej. Nejse edhe Adri, se pam një mu kjo, në nuk mu e qdo sen me kry vetë, po ideat e mija ka njerë janë qështu, kom qef me eksperimentu ma shumë. Qëre, tash, kushdo që ju ka përcjell juve qysh për i Big Brother e din që pjesa garderobës është shumë e rëndësi, edhe na e dim që Iliriana, do më thonë, 90 e kusur dit, ka pas gjithmonë kombinime tesha, nuk për di Adri kur e keni bo këtë planin e shtëpis, garderobën e ke pas në rëndësi që mi anë zonë këtë tesha dy vend. Jam të lyp një dhumë ekstra dhe me thonë për garderobë. Qaj e dhuma. E kom qitë Instagram një lutë e më ndimoni me gjejtë kështu. Pjesa e garderobë. Pjesa e garderobës një shdo edhe pak ma bukur. Garderobës është mas shumë të e jemja, se normalisht me shkujt e ka një pjesë të vogël. Që të më janë të mija. Ashtu janë të odrit veç, kjo kitë pjesa jem. Normal është... Edhe një 2 parfima se t'jenë sësh. është matrita, nuk e dja po brehan, se s'kena rrymë. Parrym qa me bo kare ka komplikim. Jam përpjek plus me minusën ta qështu. Ode, cila kom pjesa ma e vështirë e krejt përgatitjes edhe e punës në shpit me mjeshtër me gjithë shka. Di që, do më thonë, ja ki dorën këty në seneve, po prap se prap dush me pas kogja nerva, për mësu bot tel nerva me mjeshtër. Po, detajet ta morrin kohën edhe atë energjin ma të madhe që apo del mirë, as po del mirë, po përfundimisht, do më thonë, s'ka pas nevoj me intervenu 2 herë, e kam bo shumë mirë edhe mjeshtrit, vegani, sidomos e ka rregullu. Edhe Adri nuk pritan realisht. Edhe unë s'pritaj hiç edhe mirë në stop. Veç kur ta shoh bleti diçka, aparat për okla, aparat për qumsh, do më thonë gjithmonë është 90% është u marrë me shtëpi. Edhe këtë pjesën këto e kena dizajnu pak. Okej, edhe pjesa e balkonit, pa pjesën e balkonit. Është një... Që këtë qodrë... E kena bo shumë cute. Qodrë në të kërë së qetë fajtë, s'ka lidhje. Që qodrë? E këtë pjesë e kena bo shumë. Po më dallu për shpijeve tjera. Tjera shpije qodrë, të Iliriana qajë me qodrë. Qajë me qodrë. Apo vazhdojmë poshtë? Po, vazhdojmë poshtë. Nashta banjët, së është nevojshme me tregu. Edhe pse edhe banjët i kom 3 shpirë, kështu. Keni na mytë të fship, sa mos me po? A, gjam, pak për bajram, pak për brivin. Po, 2 atë ka pak. Qa dhe këta e kom reklamu. Banje e musafirve. E kam pon TikTok e tu shqinë. Bata pishkirat me tigër që janë. E ka përqy Shqipës banja, e keni qumë foto. Një për Shqipën, një për Gjenkin, më si nohen. Që ki veç për në akëqyri?
Edhe që detajon e ku bo, kështu, ka pëlqy tepër shumë. Nashta është pak e thjesht, po më pëlqejnë do si detaje është bukra, Shumë bukur. vogla. Edhe tash të shkojmë te pjesa kryesore, që është salloni, shkojna në kuzhina. sallon? Edhe Bëjna baklava. pak muhabet. Adri dhe Iliana na pritën si më së miri, si që do tradita. Ëmbëlsira pas një muaji sakrifice dhe shumë urime, mes tjerash edhe për t'i oqeanit me këngëtaren e njohur Lindita Hadimi. Ke gabu shumë me shikën që Por haj Bajromi mu trajon prej Amerike. O, të dua bre zamër, kena me orë kismet në Amerikë, Në Atlanta kena marrë. në Atlante. Po, ja, ti kryna se gjeri me tani nime. O Thanks. ta zemrën, të duam. Po e mirë, bre është. Të duam e cipresu më Hajde po. zamër, love you. Të qenurit artist gjithmonë në kupton festa më ndryshe. Shumicën e festave që janë madhore të mëdhaja gjithmonë jemi jashtë, po sidomos tash kjo festa tash e Bajramit, që kesh pak më ndryshe se kena dalë edhe në shtëpinë e re edhe është diçka risi edhe një frym tjetër, se na kena një shtëpi, domethënë prej kur ka fillu Ramazan. Dhe ditës parë, edhe tash Bajrami i parë është këto edhe inshallah veç me të mirë. Inshallah Inshallah. shumë të mirë. Po e mira normalisht e festave gjithmonë është që jemi bashkë, që kënojmë bashkë. Edhe qaja është e rëndësishme se më kom për shembull larg njëri tjetrit i shkon ma problem se festat gjithmonë artistat i kanë jashtë vendit, gjithmonë na për koncerte, jashtë familjes. E kështu që normal për familja është pak më e vështirë, po mase i kem njëri tjetrin bashkë gjithmonë e kalojmë ma lehtë. Shtëpia e re duket e kuruar në çdo detaj. Çifti e kanë bërat për qefi, e cila ka qenë gjëja më sfiduese që është lehtësuar me bashkëpunëtorët e duhur. Besam që i kena një për pak, po kena mejt. Edhe shtëpia ka shumë punë se normalisht mas 2 vjetë, 3 vjetë e ki qep me ndërru diçka të rej, po 100% sukry ala, besoj që edhe një 20-30% ka mejt diçka me o bërë pak të sene jashtë. Po mas shumë të realisht ai ka lehtësu Ma të vështirën e pjesa kena. e mobiljeve këto, por nuk e kena posë edhe të vështirë, se kur i ki bashkëpunëtorët e mirë, normal që gjithmonë i ki ma lehtë. E kështu që te pihat, këto kauqa, tavolinën, edhe ajo shtratin që është, domethënë shumicën e sanëve i kanë bo Migrosi, edhe jem shumë falenderus. Se Migrosi veç shkan edhe kitë, do më thonë jetat jetohet. Krejt i zonat, çka të dush të bënë. Do më thonë këto shtëpia në çka keni pa, do më thonë prej perdeve, me tepia, me tavolina, me mobilje, gjithçka, do më thonë na kanë pëlqy, nuk ka pas nevojë me këshyr 2 herë bilet. Na kanë pëlqy për herë parë dhe i kemi zgjedhë dhe i kemi vendos. Falenderoj Migrosin, betonin se na ka pështu, na i ka letu jetën. S'ka nevojë me shku dikon tjetër, do me thonë, kush ka nevojë për Ferizaj, për Prishtinë, Gjilan, gjithë kone gjonë. Edhe jena shumë të rast. Kanë bo një punë tepër të mirë, tamam që shkum dashtane, se unë shumë e kam problem kështu për me zgjedh. Edhe problema është idenë Po shqyr që po më një rrjetet sociale, çashe në për rrjetet sociale, në për Pinterest, në për mi bo këto, po do më thonë... Edhe njerëzit realisht kur ti Edhe kjo ka shije ma shumë, se une në këtë pjesën e shpijes, po me Një olla të po ki shije, po shë zotin. Ta shumë e ta me shije se të mërë ty, edhe. E po e pretësore. Nga të dy, njëri është dolirë sa i përket blerjeve për shtëpi. Unë edhe që... Le të kur kjo i ndërruari, se? Në fund sa ku morë, dhe me thonë, se besova dhe vetë, deri sa i pash fakturat, ama shumë sene ku morë përësit ka, përësit ato, dhe po du me ja kompletu, dhe me thonë kuzhinën, me krejt aksesorët e ndryshëm që i ka, që du të me i pas një kuzhinë. Por realisht, për atë ujen që e ke marrë me fto, për realisht... E kisha morë një aparat. Qatë aparatin... Unë e kisha tonë këto full, edhe, dispenser që është. A i shkom ish me mojtë ujnë në ngratë, në stop. E kim qitë që atë e këm lafë.
E kanë Një nivel. shpenzon kështu Odri shumë, po mirët shumë në shtëpi për një me. Më ndihmon shumë. Mu më pëlqen edhe obore më shumë. Ka se drejt, kam qef obore kështu me rregullu mirë. Pej në t'i pritë edhe do projekte që i kina pak jashtë me bo një pasente, ta një obore me bo një ndryshim më të madhe. Obore gjithja e për pomja në shpjes. Ka kompleton minutar formë. Se në shpe mrena, për shembull, në qëtë ambient, është njëjtë kur më bani, sa bëden. Po kur dalë që jashtë, pjesa obore ta jep komfortin që jenë shpe. Ki ajer ma shumë. Adri dhe Iliriana reflektojnë komoditetin që kanë sot, por kjo gjë u plotësua së fundmi edhe nga një udhëtim te jeti veçantë shpirtëror. Ata morën rrugën drejt vendeve të shenjta për umrin. Realisht Nasiri, menaxheri jon, Nasir Çeli e kish pas rezervu 2 vene. Do me thonë, u kona fati i fundit që kina pas me shku. I ka pas rezervu 2 vene për dikën, amo për kanë se ka dit asaj vet. Edhe kur u taku me ta, kjo i tha pse s'po vini në qabe, edhe na boni thirrje. Ai gjithmonë realisht na ka. Ai u bo sebeb. Sebebu. Edhe kjo tha unë tha po du me shku, tha se për një me une jo që po realisht kum pas shef haxhen edhe me kry. Po dhe omrën edhe ishtë tjetër normal, ishtë tjetër emocion. Gati si të dyjat janë njëjta edhe po. E kjo e ka pas hapin e parë për me shku edhe u kon një rrugtim shumë i veçantë edhe me majt men. Do me thonë tash çdo vjet e kena rezervu Po e vërtet. për me shku në qabe. Realisht është rrugtimi i veçantë sekret. Edhe vetë shpirti po kërkoj ke gjithmonë me shku, edhe shpresoj që çdo njeri ja mundson Zoti me shku që atë se ish ndjen tepër e veçantë. Edhe është shumë interesant që njerëzit na kanë përcjell për një me shumë, edhe shumë njerëz kanë kërku me bo doa. Edhe në për mesazhe na kanë shkrua si me bëni doa për një filan fëmijën ose personin që është i smut ose diçka. Ekstrem shumë mesazhe këna morë, se na kanë çave. Cila kun pjesa ma e emocionuese atë rrugtimi. Do të thonë, në një moment që nuk e harroni edhe që Takimi i parë me çabën. Aty nuk mund është pa qartë. Do të thonë pakoj Është shumë interesant ajo pjesë me çabën me kubzën e zez. Do të thonë, duhet me ul shikimin derisa të jesh shumë afër me ta, apo kupton janë 3-4 metra. E tash tu i në xhami u konja ajo pjesa që ti dosh mos me këshyrën, por realisht i kishe mend atë që dëshë me këshyrë. Edhe tash kur kena afru shumë afër, hoxha do të thonë që na ka udhëheq, mundini me ngrit kryt edhe me po. Edhe në moment që e ke po, do të thonë çdo doa që e bën plotësot. Ajo kon diçka shumë e veçantë dhe u kon shumë e thellë për shpirtin. Ose që e këshysha çabën, do të thonë unë bllokoj këtë. Nuk e di se i na konë si Mblokoj këtë, do të thonë. Ajo që është ajo delusion, edhe si një iluzion më konë, si zi, nuk të do ke realitet, dhe që është qaq bukur, qaq ndjen e pastër, qaq e mirë që nuk të do ke realitet. Nga kjo eksperiencë shpirtërore krejtësisht unike, çifti një orë është kthyer ndryshe. E ka pjesën e vetë që ty të bën me ndryshu shumë sene, shumë mendime, shumë sidomos për mu sjell njerëzit më ndrysh. Njerëzit që janë shumë temperament, ku shkojnë atje ndryshojnë shumë. Nashta, Iliriana jep pak ma pak stres ki punëve, ki të angazhimeve tash e mas. Nashta është pak ma e qeta. Shumë ma e qetë. Ja, shumë është. O më atje, nuk e di atje i kena pas një forqetësie, jo është zakonisht madhe. Ti kur s'ti pse. është, inshallah shkon edhe kemi kush shkon, do me thonë ka me shiju atë. Edhe ka marrë me na shkru nile, me na thonë që keni pas drejt. Edhe për një me kam pas drejt se Aida dhe Nasiri gjithmonë e kanë thonë që të sante na. O provaneve nuk e keni idenë se çfarë ndjenja është, edhe për një me, kur e kena provu, i kemi thonë bravo se ashtu kur po e na bin totalisht. E na bin taman, dhe ata për një me kanë këmbgul shumë, e na marrë me vetje, dhe për një me na kem pas që kem shku. Ata e në konë sebeb që na kena morë rrugën për qabën. Dhe Nasiri dhe ata është atje. Po, Nasiri është. Atje është alo. Në me thonë nuk këthy me neve, apet ka shku tash, dhe dhe të fundit. Por ishte edhe një eksperiencë tjetër që ndryshoi jetën, Big Brother VIP. Ajo i afroi edhe më shumë me publikun shqiptar, por po të mos ishte për Adrin, ky hap nuk do të ndodhte.
Iku një na falenderos ton jetën se na ka ndryshuar realisht jetën edhe kush din për një me menaxhu do të me ditë se jashtë është hala ma vështirë se në Big Brana. Me thonë Big Brana ki luft me se cilin për i banorëve amo jashtë është qysh e mon, çka po ju jep njerëzve, apo ju jep thjeshtësi, apo je njëjtë sikur qysh je pon gjithmonë. Që ajo është pak ma problem, edhe çka vazhdo. A mo dhe disa nëse më thonë ne, Ilirion është nashta momenti me thonë publikisht që mos t'i shkon Adri me insistu, ka gjas që Big Brother s'kish ndodhë heqa, se ke pas dyshimet tu E varë. vërtet. Madje edhe mas i një ditën e parë. Unë ditën e parë që e kum theksu, që kum dosh me dal me një herë, po shqyqër që Jo, edhe kjo ju ka, një edhe ju ka dhe Adri, do me thonë të Dy të më ka po. motivu. Një 2 ditë para se me shku për me u akomodu në hotel, jo tha, unë e tha s'po shkoj, edhe tha, ja nisi me kajt, e kapi stresi, e lëk po shkoj, tha, tash e vish është tash, nuk ban tash pa shku, tash se je kina dhonë fjallën, a bëne. Kur ti ebsh fjallën që ki me shku, edhe 2 ditë, të fundit, ata s'monën me gjetë dikën tani me shti dikën tjetër, ja vdështon edhe programin, po dhe ja vdështon edhe programin, ja vdështon planë, gjithçka ja vëshon munin poshtë. Tash hina pak, një javë edhe dalë. Po tani kur hini aty... Kur hini edhe me vështërive, Dej më kanë thonë që Deri u liru se... A më bigo në ka liru shumë. Ëngë social ka pas kjo, Ka liru pika mirë. kamera, prej gjithë shka. Të më thënë unë s'kum dolla as foto me nxe kum postu tash e postoj pa filter. Tash në s'kom probleme kur gjatë do me thonë sa ma mirë që më kanë vetë vetja, qaq ma shumë kanë më dash njerëzit. Sa ma përtuk me që kemi thonë, qaq ma shumë kemu vlerësu. Kjo tut me badë një intervist kështu, dhe? Para se me himbek. E mo lemo me himbek me 65 kamera sa në kohë. Prajmi kur ardhë bjone të qollu ma isha zot bicikletë. Dhe isha ki dur të... Qërë, Big Brotheri ju ka pru shumë sene, po mes tjera që ju ka pru edhe misi shumë të mira, ju ka pru edhe raporte shumë të mira me njerëz. Po, ka vazhdu edhe me banor tjerë, ju veç me banor për shambull që ju Sezoni kona, tyri. po, Qatë të realisht. të daj, ka daj, Ka dalë, po. Tash, na kur kem nalt, do të thonë kjo dhoma e musafirve, tham po të gjalesh kur vjen Shqipja, dhoma e Shqipës, Shqipja është një person që Bigu ju ka lidh, po e keni kalu këtë testin e shoqënisë E vërtet. mas Big Brotherit, a? E kena një lidhje shumë të fortë për riba me Shqipën, s'di, si mos të folju me Shqipën nuk jena eq lahat. E kena, edhe i kem thonë, bile që tash në qëto ku, tash mos bajramit masit këthejmë prej jashtit, vjen Shqipja kësmet këto, ka me najt, ajo me nëzi prajt, no. Edhe më vjen shumë mirë që për një me Bigo ta njofton me qështu me shoqënit mirë. Kur e Si përmenet vetë. pjesën e shoqënisë, edhe kur e përmenet pjesën e Big Brotherave, Po. është një tjetër shoqëni, jo e dyshit, po e Me treshit. Gjenki. Gjenki, dhe më thonë, vitin e kalum, 2 super projekte muzikore periush që kanë miliona klikime, kanë pas Gjenetën protagoniste. Po, kur e keni bu ftesën, nuk po besoj që keni menu që do më thonë shkon kronologji projekti pare, buhet projekti dyte, po du ju vetë ako plane për projekt 3. O, si di. Diçka ka qenë ideja shpejt, po besoj që ju ka bo bashka. Ja, vërtet. Po e kina pas projektet këngë, kina pas të gatshëm edhe normal edhe aso i kam pëlqy. Se na bish, na jena këngëtar, na e kënojmë këngë, nuk kina që i dedikojmë diçka dikujt, po normal aso ju ka përshtot me gjendjen edhe rastin që ka pas edhe Edhe normal, Po që shumë. e kena vazhdu edhe projektin e dytë, se e kena po që e kam pëlqy si treshe. pa. Edhe si dihet mëna me vazhdu edhe projektin e tretë, se E kanë dëshirë njerëzit si babastar sa. Si babastar, të hajt, besoj që edhe hajt drejt që kena me bo. Amo për një me Gjenki është shumë e mirë me neve, shumë e dashne, na ka me tash edhe shoqënia edhe me Gjenkin, tash edhe të Kotosh ja pas që, kotosh, nashta na del edhe dikush tjetër, si dihet, po mirë, do me thonë Big Brotheri është për që të thanë mirë që mon shoqi, një mon shumë, edhe me Gjenki për një me realisht kena pas shumë sukses. Dy shoqë me karaktere shpërthyese mund t'i bëjnë bashkë vetëm Adri dhe Iliriana. Me Shqipën edhe me Gjenetën janë natyra qeta kështu për japër, edhe? Ndryshe pe imazhit, Ndryshe Po, pe janë- imazhit kanë lojës, bingot, televizion. Janë shumë ndryshe edhe. Janë shumë ndryshe, po ata e kanë zgjedhur ashtu vetë.
me shfaq veten. Në kamera, në media është karakterit të në edhe normale kanë bazë karakterin paka shumë qashtu që shenë, po përgjithësi janë shumë të mira. Më dhe t'ju full mirë për njëri tjetrin, për njëna tjetrën normalisht që edhe i bashkan pak ma shumë. I keni shkri Jakujt, a? Si ta Jakujt që jenë bo shumë të famshëm në Big Brother. Për shumicën për Big, se që shkallëzaj Andri që për Big edhe më herët ata që s'kan full. Po edhe në Kanë lisë me nejtë për neve hajtë, përse u konë luj, po dhe nanë nëse s'kin full me t'i ka kur jem taku. Me këtë kena Si oblim për atë mbetje me pos prej Bigut se prej qasoj e ke po hojrin edhe nashta për që ati kundështari që e ke pos luj, nashta qajt ka një mu që ti mu ngrit. Një tjetër projekt që komentua shumë ishte Ja dolëm. Po e shtaj e thonja që duke se po bëhet bona pobe, kjo 7 zone, që të kanë... Pak e ka ke shkëptu, po e ke spjegu që nuk janë 7 zonë, edhe shtu që ajo është projekt për të tjerët ju personalisht për neve. Nese, ajo pjesa e fundit. Vesh, qa mund me thonë është që ja keni dojë si qef. Pavarësisht krejt turbulenca, famës, krejt, ja keni dojë. Po na ka tërheka e kongë se ja dolëm gjithkush mundohet për me bo diçka një jetë, apo dhe me më rri diçka, edhe për neve kur e kena një qatë komën e ka për të shyt. Edhe kena qetë edhe vetë vetën. Po jetë, të pjesa në fund ajo kom veç ke shkopsim. Inshallah vjen ai ditë, bo, pse ja. Një të kush mund atë për. Drejt ikni. Çfarë mesazhi keni për çiftet? Çiftet e famshme dhe jo të famshme, për shkak se sot jam në një kohë ku u bë vështirë për çifte, na po nim për ndarje, po nim për mos pajtime, po nim për hatërmbetje, po nim për një fjalë goje që bëhet shumë e madhe. Duke qenë se ju jeni qift me shumë vëmendje, me shumë famë, po prapse kjo nuk ka shkaktuar turbulenca. Qa mundi mi thonë për çifte duhen. Aldri që të mundë ma që pjesë, unë e vajtë po ju nuk ratun. Nëse duhen, kanë mu dosh, kanë mu ro, kanë mu nasta, mu s'kanë me folë jo, edhe bombash se duhen, ata s'kanë miris mund me nejtë me nerva të nkuhen, a bedin. Nëse duhen, këthejen pajtohen, kështu që Më kujtu një thonje. duhen u ma shumë. E blerës më së mërtoni nëse nuk dashëronje. Lex! Pasha zoti më kujtu qajtë. Do të thonë 11 vjetë mas që ajo thonje ka vlera, i ka di gjana vlerën po. Nëse nuk e do ndikan, mëse me në qafë, pasha zotin po. E kështu që do të beve pas shumë mrati me njëni tjetë, do të me pas shumë dore. Dashnia e sakrificë. Do të me kuptu kur burë është me nerva, do të me kuptu kur gruja është me nerva, vetëm do të me pas atë balancin e njëni tjetërit gjithmonë. E kështu që për çiftet, s'po di tash të famshme, apet njëjtë ata çift janë, kështu që është njëjtë gjithmonë, mos me lakmu të tjerë, po gjithmonë të çka ki në vete. Kështu që për çiftet Për çiftet edhe sakrificë. Odri, Dashnia ose ma mirë i sot të fjoj. Dashni si sheqa. Po cila pjesë shkakton më shumë të debatet e këta? Në Ramazan për shambull, për lash, apo të në mujtë Ramazan. Edhe na Jo me të përtikore, Odri bërtet ke po e kuptojsh, du të me kuptu grau kaljarë, dhe që bërtet, du të me kuptu se është pjesë e Ramazanit, i kalon nervoza, qetësohet, se cilë njëri qetësohet, dhe kështu që... Cila është arsyeja që shkakton më shumë të debatet vogla me syve të vet? po porësit për shembull ma herët kjo këtu morë diçka me punë këtu, ka e lojë mocën, unë e kesh të pastruhe, jo moca qysh ti e pote mocën, unë e se pota. Kikin po me najse mos ta ofendojmë kikin, me thonë qysh po më thuni se. Ajo, vëpaj. Ajo mos Nuk kem debate kështu pse e këqyra ata pse bo, se vënesh qiftet, ato janë zinë jetën njëni tjetër mas shumë të me qëtohe, jo. Na pse, s'pebojna që të kongë qështo, s'pebojna qështo, one përboj. Veç presion, s'la mi odhon. Hera e fundit kur nashta u kon debati pse qka këqyre u kon belly dance në Big Brother. Bila atë e boni një farë tolerime, ta sëlle pak sëlle dhe. Përpara se ta mbyllim, 5 pyetje të shpejta. Kush vënohet gjithmonë kur ju duhet më nis me urgjencë në aeroport? Gjeriam. Pse Bregirion çan vënë? Për jo, Ashtu jam pak gjumoshe. Veç kjo pjesë. Kështu bona ashtu e gati po gjumë. Se rri në aeroport 3 orë se kam problem. Veç mu bon gatë aeroplan.
tutën prej aeroplanit, ma pak u vjeka, vazhdo një farë treme, një farë panikë më pas. Kena udhëtu shumë. Ka nisë me muhe. Fillim, unë se kom pas, Jashtë në ka mesi, ja nisim më shfaq një paron këthe i frikës. Sa pat në turbulencë, Jo, s'kam pas kusho vetë. Po timet e shpesht ata shumë ka hik krejt, do më thonë s'ni, asni emocion, asni ndjesi. Nese, herën e fundit e patëm një farë. Jo, s'ke pune aeroplanit, ke shumë rregull, po unë u habita ti këshysh do tela ashtu të borrit, mi që e mjestri, tu ora aeroplani, ke unë u lidha me rrjet. Edhe jam u habit shumë, e tash kur ka ra, ka ateru kështu, do më thonë, ka në tokë, ka ra shumë me vrolla dhe mu ka dok, sikur, do më thonë aksident. Me vërtet, unë në gjomë kë një Kjo në gjomë unë që ashtu edhe. E që kalaj. Në cilin vend diasporës keni pas koncerte me atmosferën më zjarrt në herë, që se harroni. Oh, kena pas vallaj, s'ka qëtë. Po gjithë ka pasha zotin. S'mëna mi da gjithë. E kena, dyqysh ndo këtë njejt e kena. Unë e kom përshtypjen se zbit rand bas postime është gjithmonë Zhave edhe Gjermanin e kena mirë. Nësë më jela shave Gjermanin, dhe. Alla shqiptarët e diasporës shumë. Krejt mirë, valla. Shto shumë mirë falem. Norvegji, Suedi, Belgjik, Danimark, Fjarë. Francë, Gjermani, Zvicër, në Anglisi në konë, halo, Kismet. edhani. Unë edhe ne. Shumë shpejt. për krejt hitet edhe për krejt këngë të juja për publikun shqiptar atje shumë shpejt me kismet. Ku jena te këngë, cila është një këngë e juj që publikun e dhes shumë, po që nashta ju pak i pritën. Ose ju ka bo shumë. Për me dhez shumë gjithçysh është kënga e shoqëni. Në shoqënia është nishi. Po me pritu, jo, se që se vetë është kënga që Këngëtarëve edhe krejt kolegët e din që këngë bomba jetë. Po. Duket sikur monotoni këtë këngë të njëjta tik nuk po, për njerëzit që janë tut ngu, nuk është bajat se ata janë tut një live. Cilë është një lajm që keni lexuar nëpër portale ose që keni pa nëpër TikTok për vetën që keni kesh, keni thonë, e pas kanë imagjinatën shumë të fortë. Lajme, ka, po dhe komentet janë shumë interesant. Më thënë komente kërë e kum po për qabe, e ki shkru njani, edhe smet pa shku, dhe më thënë që Smet kush pa shku aty. Po, smet kush pa shku, dhe më thënë, o konë shumë interesant për mu se edhe ndryqysh ma, në cilësoj shumë, edhe në koment negativ, kështu me spec, edhe po i lezet shumë ke. Lezet shumë. Po, ka pas shumë komente edhe kjo pjesa e Kjerrit, Adri. Edhe aty në komente të ndryshme. Kjeri, që në Maqedoni. Taksi... Edhe aty në konë do me... Aty edhe njerëzit Po, në dhe rrugë. Kjeri, po. Edhe Ja. njerëzit në rrugë kanë bo humor për këtë pjesën e Kjerrit. Kjeri o konë një incident shumë i Ndishëm kështu për ndishëm për neve se na konë edhe me një sezon dimërore darsmave. E mo me ta vjetë Kjeri në rësy dhe më thonë s'kesh më pec. Shumë keq. Para shpijes që shto me ta vjetë Kjeri, edhe s'ka vajrë nuk... Së ne imaginan, Ku pëllen qesa të Adri? gjep në qantë. U konë shumë me dhajem nemi ati. Po e këtë u se u bo shumë serioze dhe për një edhe njerëzit na kanë shkru shumë. I falenderojmë krejt se janë munu shumë, na kanë shkru po më Kjerrin këtu e se po këtu. Po se do qoftë për 24 orë. Fol njerëzve se edhe njerëzit e kanë më shumë të madhe, tash edhe ata që kanë morë Kjerrin nuk kanë mujt me lëviz shumë, atë njerëzve. Edhe na i kanë pështu Kjerrin njerëz, i na shumë falenderus. Normal. A më me këti shkan kërra jo? Shmikat. Shumë të shmikat. O zemra bëm ka dhe Po, Shminga o do vaqima në Ka bukë. parfimat, muhe, normal, ardhën fiskalit biznesit, qaj ka dash, se, për din. Ajo është me kod, ajo. ka dosh në isan, për deri sa. Po sen si vynë, në ardhën fiskalit e majtë punën, se dhe. Kur gjej. Shkojmë punë e majtë. Amo që Kjerri nuk u kanë një dëmë tu. Po Kjerri kështu. Është njëri për aty raste ku njëri sheh dhe i teston njerëz atë, ja, se ke pas një shkrim për këtë pjesë që ke mësu diçka, çka mësove për këtij rasti? Për pas solidaritetit madh shqiptarëve të mediave që u shumë krejt në kam për me botë madhe për punë, që e pat një epilog shumë të mirë për 24 orë. E vërtet, me të hup telefoni, a hup një telefon 1000 euro. Se, hajde, për ja qës një vlerë, 1000, 2000 euro, kështu, pak ma normale. A mo me të hup një kjerë, për shembull, që edhe nuk është i joti, tash kjerën që ka ble personi ka kushtu ma shtrejt. Është normal nuk e ka qatë shmerë.
po du m'ja pagu se sa e ka blej. Unë atë shkrimin e kum bo se për një me kum po shumë njerëz që du me thonë se ka çu një mesazh. Hajde i sholla e gjona, po kupton i sholla bëhet mirë. Pi shumë njerëzve, vëdin. E kanë merituar shumë njerëz me hime mi fshije, mi ja bon follow edhe mi largu, po s'ka lidhje, ja fali se është një prapavi tjetër këto. Nëse Adri dhe Juliana ishin konë 3 konkurrentë të vetë në një Big Brother potencialisht All Stars. Ishi ti ju me një shtëpi, po ishi ti Adri dhe Juliana, ju një konkurrenti vetëm. Ndomas. Po, ndamas. Në shtëpi me një sezon All Stars, po bëhet Kosova All Stars, po mbi yjet e kitë sezoneve, 4-5 sezoneve. Cili për juve ki shku ma gjatë? Jo, por realisht i shkon më e mirë, mos më konë një konkurrent. A bëden se... Ja dhash një ide produksioni. Lojën realisht e kisha pos veç me këta, dhe në fond e kishëm qunë, në fond janë një tjetërin, cili kish fitu, tash morë për Kjo normalisht e ka meritu më konë. Edhe e meriton më Pa konë. të ju nësë kisha mu. Okej, amo, te ki je pak ma i ki një orje, pak ma një vibe tjetër, e ki unë pak ma serioze. Po qaja e kompleton janë një tjetërin, zamër se urtësia jote edhe humori jem bon tamam, kështot edhe I kena fabrike memeve i shkon këtë sezonin All Stars. Kjo është diçka e sigurt, pak po e sigurt. Unë jam pak ma serios, vete muj me të shku kënjë vëtë bjallë, të dhe aty s'mo djetë, ja. Da i karkalesa. Ngeci, jarba njeci halojnë, mas 2 vjetë halojnë. E për që ato edhe kjo kish hec ma shumë. Ja, bashkë. Në All Stars. Kishëm hec bashkë. Me urimet më të mira për të gjithë shqiptarët në godit feste, këtu i vjen fundi intervistës tonë me çiftin e dashur. Me fat, Fiter Bajrami.